Allahu mund me ta marrë shpirtin çdo moment. Allahu mund me të vdekë çdo moment. Dhe ti nuk ban me lut me këtë afat. Nëse Allahu na ka kriju këtë dunjë vëzë për me adhuru Zotin xhelel xhelalu. Kërejt arsye çka i nxjerrin njerëzit se Allahu na ka pru këtu me punu, me gjallnu, pallavre. Wallahi pallavre. Ata nuk e njohin hakikatin e madhështisë Allahu te bareke ve teala. Na kanë ardhur këtu me adhuru Zotin xhelel xhelalu për asgjë tjetër. Kërejt ta gjërat që na i bajnë këtë dunjë janë pjesë të jetës, por nuk janë qëllimi i jetës. Nuk janë ndërtimet, nuk janë gjelbrimet, nuk janë as një sen për izbavitit që i kena në jetën e saj botë. Ndaj Allahu këtë dunjën e ka qujtë laibun wa lahun. Kjo këtë loja juve. Loj, para më dhezër, këtu him politika, ekonomi, luftra, armë, këtë, Allah dhëtë laib. Këtë lujtë jo. Dhe ata të mëdoj që ka janë kryemoj e dinë që këtë loja. Këtë loja. Hakikati jo vëzër ajo që ka arë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hakikati është se na kena me dek dhe kena murin gjallë. Dhe vëzër ai që ka jeton me këtë ndjenja nuk mundet me lujtë me jetën e vetë. Ai që ka jeton me këtë ndjenja vëzër nuk mundet me ik namazit. Apo nuk mundet me ik namazit. Ai që ka e ditë se mundet me ra me flet, edhe që shton të Ebu Darda dhe e shavetin në akhirat, ai nuk mundet me ra pa abdes. Nuk mundet me ra pa i pas fal 5 vakt namaz edhe me e fal vitrin. Nuk mundet me ra pa bë dhikr. Sa i ka mundësi pikë dunja vëzër shtrati tjetër në akhirat. E lutem Allahut na mëshiron. Mirë, po nuk va me bëj gara me këtë gjëra. Janë më serioze të botë çka mund të më kanë. A ka më serioze se diçka kjo? A ka më serioze diçka se sa ti kimë dek? Si lëp shtilla çish duhet bane. Shkon deri në çajtore me hub muhabetin kitse. Shkon luj letra gjithë natën. Kishe me hub muhabetin. Kimë dek, kanë me torçë diga me të mor. Ti çfarë dush? Ti çka dush ban? Si dush shir filma gjithë ditën, apo? Keni vado, po të surri pa filma, na e dim ku e ki filmin kët. Ti filmin e ki te filmat për mi ik realitetin. Krejta gjëra dhe zërë Allah dhe laib, po luni, po sillëni. Dhalike ma kun të minhu të hid, ke hik deri tash për dekës. Dhe zërë na musliman duhet balavachohi me realitetin. Apo, po dhe disa për njët pra thonë, po në zban mi tut, fmi të ja u përmejmë vdekën. Vdekja dhe zërë nuk ka tut, që ka duhet mja, nuk jetu ka tut i vampira ati. Jo. Vdekja hakikat. Sikur që ka lin njeri, i thuk që era gjalian ti ki me dek. Na komplet këna me dek. Njën të mos e tut. Ka dojë drejt, që shtu të na ba neve hajgare njerëzit, na e na ba, qëfar, të cunguar ka krija, të cunguar ka shpirti, dhe kujtona se, qëfar, kujtona se s'kena me dek fare. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdh dhe ju ka zë njerëzve hakikatin. Limithli hadha al-yawm fa'iddu, bëhni gati kejt bashk, për një ditë, sikur ai shoku që ka ndrujet.